A preken edhe shqiptarët me këtë ligjin e ri? Është një prej pyetjeve më të shpeshta që më keni dërguar në 24 orët e fundit pas publikimit të informacionit lidhur me ligjin sipas së cilit meshkujt gjerman duhet të lajmërohen të kërkojnë leje para se të dalin nga vendi më shumë se 3 muaj. Kjo dhe disa pyetje të tjera kërkojnë shpjegime, sepse e shoh që ky është bërë një lajm shumë i madh dhe i rëndësishëm. Së pari, po e saktë është, në Gjermani është futur rregulli që meshkujt gjerman të moshës 17 deri 45 vjeç duhet të lajmërohen dhe të kërkojnë leje nga Bundeswehri, pra ushtria, nëse duan të largohen nga Gjermania më shumë se 3 muaj. Kjo vlen për të gjithë, pra edhe për studentët, punëtorët dhe të gjithë ata që kanë shtetësi gjermane. Por të kuptohemi miq, kjo vlen për shtetasit gjerman dhe jo për të tjerët. E dyta, qendra e karrierës në Bundeswehr, ku merret edhe kjo farë leje, e ka për detyrë ta jap këtë leje sepse shërbimi ushtarak në Gjermani është vullnetar, ndërsa Gjermania nuk është në kurfar lufte apo rreziku lufte. Pra, edhe një herë, kjo vlen vetëm për të gjithë ata të cilët kanë shtetësi gjermane dhe jo edhe për shqiptarët që këtu janë me viza pune apo me leje qëndrimi, të përkohshëm apo të përhershëm, me duldung e ku diun me çka. Vlen për ata që kanë shtetësinë gjermane, ndërsa të tjerët mund të udhtojnë ku të duan dhe sa të duan pa marrë ndonjë leje. Mëtej, në ligj nuk thuhet se cilat do të jenë sanksionet, në qoftë se një person nuk e ka këtë leje. Ndaj, Ministria e Drejtësisë është duke punuar tani për të sqaruar të gjitha gjërat lidhur me këtë çështje. Ky ligj është futur në fuqi në fillim të vitit 2026 dhe nuk është i ri pra. Por ky rregulli ka kaluar disi pa u vënë re sepse nuk është kurfar gjendje emergjente në Gjermani. Një rregull i tillë ka ekzistuar edhe në kohën e luftës së ftohtë, por në fakt nuk ka pasur kurfar ndalese serioze për daljen nga vendi as në atë kohë, e nuk ka as tani. Po pse është futur ky rregull? Gjermania do ta di se ku i ka meshkujt, siç thuhet, me shtetësi gjermane që eventualisht mund të përfshihen në ndonjë luftë në rast rreziku apo në rast të ndonjë sulmi. Ndryshe, Gjermania nuk e ka ndërmend të sulmojë askën tjetër, siç kam lexuar në disa burime të dyshimta, dhe nuk është në prag të kurfar lufte. Me 1 janar në Gjermani është futur në fuqi pra ligji për shërbimin ushtarak vullnetar. Meshkujt që kryen shkollën e mesme apo gjimnazin duhet të plotësojnë një formular, pra pyetësor, ku duhet të shënojnë të dhënat e tyre dhe të tregojnë nëse duan të shërbejnë në ushtri apo jo. Më pas fillon procesi i rekrutimit. Femrat nuk e kanë obligim ta plotësojnë këtë pyetësor, por mund ta bëjnë atë nëse duan. Gjermania aktualisht ka diku rreth 182.000 ushtarë, ndërsa do të ketë rreth 260.000. Po pse? Gjermania do të jetë e përgatitur ndaj çdo lloj sulmi të jashtëm, nga Rusia apo secili vend tjetër, ndërkohë që në dekadat e fundit e ka lënë pasdore ushtrinë e vet e situata ka ndryshuar në botë. Këtë do ta ndryshojë tani pra me këtë ligj. Nëse nuk lajmërohet numri i mjaftueshëm vullnetar, është e mundur që të futet edhe shërbimi ushtarak me detyrim, por akoma jemi shumë larg një vendimi të tillë. Këto janë pra rregullat më të rëndësishme, e ju nëse doni miq të dashur, mos hezitoni, mund të bëni pyetje këtu, mund të komentoni, mund të komentojmë edhe së bashku pa fije problemi. Dhe mos harroni ta shpërndani edhe këtë video dhe të abonoheni në kanalet e mia sepse e shoh që vërtet ka një interesim tepër të madh në veçanti për të gjithë ata që jetojnë në Gjermani. Këto pra ishin shpjegimet e sakta lidhur me atë që dihet deri tani, lidhur me ligjin i cili parashikon që personat e moshës 17 deri 45 vjeç duhet të marrin leje për dalje nga Gjermania, por këtë leje duhet ta marrin vetëm shtetasit e Gjermanisë dhe jo të gjithë që jetojnë në këtë vend. Faleminderit dhe mirupafshim.